Që e ke qunët e fushkuqës? I kom vlezën. Ha? Edhe ty të kom vla. Puth. E nda kërti, hadi shkosh. Po pse bonës? Mendime që u dhanë kundër tij gjatë kohës që ishte në Big Brother dhe më pas zhvilluan dhe pam një dramë të gjatë për gjatë muajve të verës. Fjalën e kam për stresin dhe jolzin. E ky fundit ka për një veprim që po bën xhirë në rrjeteve sociale dhe duket si një mesazh që jep fund një konflikti që nuk ka qenë as pak i lehtë, ka qenë me gjuhë të ashpër, gjuhë kërcënuese, pështëruese, denigruese, madje edhe me një video që ende kujtohet që u bë midis dy personazheve. Por le ti marrim gjërat nga e para. Fillimisht ishte stresi ai që gjatë kohës që Jozi ishte në Big Brother komentonte dhe nuk e pëlqente lojën e tij, ku nga ana tjetër thoshte edhe që duhet të merret me burra. E kur Big Brother mbaroi, një video midis tyre u bë virale, u shpërnda kudo, u bë meme, u komentua me të madhe, një puthje pasionante, nuk mund ta them, por një puthje e cila pas ka pasur një prapasken që vetëm Jozi dhe stresi e din. E në një kohë ku viraliteti në rrjetet sociale shpërndahet në sekonda, ashtu u shpërnda dhe kjo video ku komentua gjërësisht një lloj poshtërimi që Jozi ja bëri stresin për të gjithë komentet, për të gjithë gjuhën e rënd denigruese, ofenduese që stresi bëri gjatë kohës që Jozi ishte në Big Brother, por edhe në finalen e Bigut, ku stresi, me thënë të drejtën, lëshoi disa deklarata të forta ku thoshte për punën e Jozit, punë kështu të zakonshme ose punë bari, nuk e di se çfarë thoshte stresi aso kohë, por që nuk la asgjë pa nxjerr, i nxori të gjitha zorrët e barkut edhe ja ku jemi sot në një zhvillim që ndoshta mund të jetë një lloj mesazhi që kur ka konflikte midis dy burrave artist në skenë mund të gjendet një gjumë. Është Jozi ai që ka postuar një foto ku shikohet në shoqërinë e disa burrave dhe personazhi që bie më shumë në sy dhe që spikat është padyshim babai i stresit në të njëjtën tavolinë me Jozin. Jozi shkruan një drekë e veçantë mes miqve tanë të përbashkët. Nuk kam asgjë të keqe thot me stresin, siç i ka i vëllezër djemt të fushkuqesh, ashtu dhe ne i kemi vëllezër djemt të tropojës, Malsisë Gjakovës. A i ka impinjimet e veta edhe unë të mijat, por gozojmë respekt për njëri tjetrin dhe për familjarët. Jurojmë çdo të mirë ku do në jetë. Pra kjo është një lloj le të themi tërheqje që Jozi bën dhe nuk e vijon më tej të gjithë situatën polemizuese që ishte edhe një muaj më parë ku Jozi në një intervistë në një medium në Prishtinë foli edhe për këtë situatë dhe për këtë videon me stresin kundër të tjera. U shpreh eksaktësisht që stresi është një djalë i mirë, por mes nesh nuk ka qenë vetëm shoqëri, ka pasur një lidhje tjetër. Gabimet që kanë ndodhur brenda shtëpisë duhen sqaruar. Djali është artist, është djalë i mirë, i shtëpisë së mirë, patjetër si çdo njeri gabon, por nuk është mirë, ka thënë Jozi, të gabosh me mua. Nëse gabon me mua, do e marrësh hakun tënd, si për mirë, si për keq. Nuk është kjo vetëm për keq. Unë asnjëherë duke nisur nga vetja ime, nuk kam për qëllim të arrit diçka duke hetur balt mbi imazhin tënd. Unë jam një njeri që nuk i harroj gjërat, qofshin të mira apo të këqija. Nuk kemi takuar për bashkëpunim. Këto pseudo artista që marrin guximin me qit atë imazhin e vet herët avon, me ato dënimet përballen. Do ketë një farë sqarimi. E fillimisht dhe rrjedhimisht pas kësaj interviste të Jozit nuk mungoi edhe një status që u komentua me të madhe shumë me spec djeks, shumë ngacmues edhe shumë denigrues, ku stresi thoshte kodo që kam puthur se kam lënë pa aq, ndoshta janë vonuar 1, 2 ose 3 muaj, por pa aq shkasans. Po me sa duket, muhabetet mes djemve dhe në të gjithë këtë narrativën e këtij lloj tensioni të këtyre muajve të fundit është sheshuar me një drek dhe ndoshta ky është një tjetër mesazh i mirë që Jozi në këtë rast e ka treguar duke qenë në shoqërinë e babait të stresit, ndoshta pritet edhe ndonjë kafe apo ndonjë takim midis tyre për ta lënë më njanë të gjithë këtë dramën që nisi gjatë qëndrimit të Jozit në Big Brother, post Big Brotherit edhe në këto muaj ku nuk kanë munguar, kanë qenë të forta, denigruese, goditse dhe në atë thelbin e mashkujt kanë prekur njëri tjetrin duke sjellin dhe të godasin atë pikën që është më e fortë tek burrëria dhe tek fjala e burrit edhe të dy kanë bërë qëndrime të forta, deklarata
që janë komentuar gjërësisht, edhe ky lloj pajtimi edhe ky lloj mesazhi që Jozi jep edhe pse her pas here ka qenë në vorbullën e kritikave dhe nuk është pranuar, ndoshta në disa situata që ka dhënë apo është përballur, nuk është pranuar nga opinioni publik. Deri diku jam dakord, pasi nëse do të kujtoj pjesën e gjysmëfinalet së Big Brother, askush nuk ka qenë dakord dhe të gjithë kemi dënuar atë veprim që ka bërë, por nga ana tjetër, deri diku shikohet edhe një tjetër Jos që përpiqet të uli sherrit, të krijojë marrëdhënie të mira me ata që e kanë komentuar, e kanë sharë, e kanë ngacmuar, e kanë provokuar. E nga ana tjetër nuk është se i ka kursyer edhe Jozi edhe ai me veprimet apo dhe me videon e famshme më puth që ishte në sy të audiencës një lloj denigrimi, një lloj ulje e figurës së imazhit të Stresit, por ja ku jemi sot me gjëra të sheshuara, ndoshta kjo është një tjetër faqe e bardhë që Jozi hap duke i bërë ftesë edhe kështu Stresit për të pasur një lloj marrëdhënie të shëndetshme, le të themi si koleg, duke respektuar njëri tjetrin dhe duke mos e vazhduar më këtë narrativën me statuse apo me deklarata ku janë për emisione thumbuese, denigruese dhe ulse për njëri tjetrin. Inatet janë të mëdha ku është pjesa e showbizit dhe pa diskutim kur ti cënohesh si personazh do ta kthesh rrethon dhe do të gjesh mënyra për ta bërë tjetrin, për ta ulur më shumë, më keq edhe për ta përshtoruar, siç ka ndodhur me këtë situatë. Por e ceka edhe një herë tjetër që të tilla ngjarje reflektojnë edhe atë që e kemi si traditë, faljen, mikpritjen dhe tolerancën fetare që e kemi edhe midis njëri tjetrit, dhe është e bukur kur shikon dy personazhe, dy burra që i ulin ato shpatat, nxjerrin flamurin e bardhë dhe kërkojnë edhe një lloj ndjesje të nënkuptuar midis rreshtave dhe drekës. Ku ulesh në tavolime tjetrin ndan atë çapon e bukës, dhe kjo është domethënse dhe besoj që meriton një lloj duar turkitje të vogël për këtë gjest që është i bukur, por të mos e vijuar më tej duke mos e analizuar apo duke mos e përshtjelluar imazhin e Jozit në situata të tjera, pasi në ato situata nuk jam dakord, kam qenë kundër dhe do të vijoj të mbaj qendrimin tim kundër, por kësaj here më pëlqeu që ka një lloj ulje, ka një lloj zbeje dhe ka një lloj shtrëngimi duarsh, edhe pse nuk është Stresi në tavolinë, pra është babai i tij, por e dim se sa i lidhur është Stresi me të atin e tij, dhe kjo është një lloj dakordësie dhe një lloj paqe që vjen midis dy personazheve që javët e fundit kanë qenë në replika të forta me njëri tjetrin, nga ana e Jozit me intervistën që kishte në Prishtinë, por edhe Stresi me postimet në rrjetet sociale ku është shumë thumbues, është shumë i drejt për drejt dhe thot gjëra që ndoshta nuk mund të jenë të vërteta, por i thot troçe dhe shpërndan në një lloj rivaliteti dhe shpërndan në një lloj mase të madhe në rrjetet sociale. Pak a shumë kjo ishte ngjarje që doja të trajtoja me ju, ku dhash ato mendimet dhe ato pikat që mendoj unë që ky konflikt nuk besoj se do të vijojë më tej, e nëse vijon më tej, do të shkelet buka që është ndarë me babain e Stresit dhe të Jozit, dhe nuk do të ishte fisnike, burrore dhe fitshme që të shikonim apo të kishim përballë dy personazhe me kunja apo dhe me lojra të tjera. Duke dashur të dija komentin tuaj, mos harroni të bëni dhe subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.